Përplasja mes Victoria Beckham dhe djalit Brooklyn mangthi më i madh i jetës së saj. Një nga krizat më të dhimbshme familjare po trondi dinastin Beckham. Raporti mes Victorias dhe djalit të saj të madh Brooklyn thuhet se është përkeqësuar sërish duke u kthyer në mangthin më të madh përishantare në Spice Girls. Sipas burimeve për The Sun, mosmarrveshjet mes familjes Beckham dhe çiftit Brooklyn Nicola Peltz kanë marrë për masa të reja, veçanërisht pasi Victoria dhe David ishin përpjekur shumë të rindërtonin marrëdhënien me nusën e tyre pas tensioneve që shpërthyen përpara dasmës në 2022. Victoria nuk fle rehat kur mendon se një nga fëmijët e saj është në konflikt me familjen. E ka përjetuar shumë rënd gjithë këtë situatë, tha burimi. Të gjitha festimet e 50 vjetorit të David Beckham janë errësuar nga mungesa e Brooklyn dhe Nicole, të cilët nuk janë parë në asnjë nga eventet që nga darka luksoze në Londër tek festa në Francë edhe deri tek pritja familjare në rezidencën e tyre në Cotswolds. Prej disa kohësh është përfolur për një krisje mes Nicolas dhe Victorias, por pavarësisht përpjekjeve për paqe, dukshëm diçka nuk ka funksionuar. Ndërkohë, për spekulimet e mëhershme për një afërsi të dyshimt mes Brooklynit dhe një vajze me emrin Kim, burimet e afërta me familjen i kanë mohuar kategorikisht. Familja Beckham duket e bashkuar me një përjashtim të dhimbshëm.